Ashtu si në universitetet tjetër të vendit, edhe në Universitetin e Shkodrës, kjo e hënë ka shënuar nisjen e vit të ri akademik. E pranishme në ceremoninë e hapjes ishte dhe Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro. Në fjalën e saj, Ministri Kumbaro tha se ka ardhur koha për të rishikuar ligjin e arsimit të lartë. Ajo theksoi se arsimi i lartë përbahet me sfida para të cilave nuk mund të mbyllim syt. Një dekadë pas asaj shkundje të vitit 2014-2015 të sistemit të arsimit lartë, ka ardhur koha për të rishikuar ligjin e arsimit lartë. Një përvojë 10 vjeçare tashmë e studentëve, e pedagogëve, institucioneve të arsimit lartë, e botës akademike, por edhe e politikbërjes na përballë me të tjera nevoja për ndryshime për të përgjigjur sfidave të kësaj kohe që po jetojmë. Standardet e cilësisë do të sigurohen në përputhje me zonën europiane të arsimit dhe të kërkimit shkencor, duke bërë që diplomat tuaja të vlerësohen globalisht dhe ju të keni më shumë mundësi për mobilitet akademik dhe profesional. Në këtë udhëtim jemi të gjithë bashkë. Jo vetëm për të festuar ditë si kjo, por edhe për të diskutuar dhe adresuar sfida me të cilat përballet arsimi i lartë, para të cilave nuk mund të mbyllim syt, e s'mund të bëjmë sikur nuk ekzistojnë, sepse të gjithë dua më të mirën për fëmijët tanë, për universitetet tona. Me te Kumbaro shtoi se Universiteti Shqiptare kërkoi një profilizim më të theksuar për të ecur paralel me tregun e punës. Është e rëndësishme që universitetet shqiptare për të qenë konkurruese dhe për të qenë afatgjata për këto vite që kemi përpara, ku është pjesa më e rëndësishme e integrimit evropian, me të dy kapitujt për arsimi, kapitulli 25 dhe kapitulli 27, të cilat pothuajse jemi në mbyllje të procesit negociatave, kërkojnë një angazhim, por edhe një profilizim më të theksuar të universiteteve, të cilat të ecin paralel me tregun e punës, me nevojat të cilat teknologjia dhe bota e inteligjencës artificiale na bën të ecin, jo të ecin, por më saktë të themi të vrapojnë. Kështu që pa diskutim, teknologjia e informacionit, inteligjenca artificiale do t'jenë në shërbim të kërkimit shkencor, do t'jenë në listën e prioriteteve, sikurse do t'jenë në listën e prioriteteve të gjitha universitetet që profilizohen në ato që janë drejtimet kryesore dhe prioritare të zhvillimeve strategjike të vendit. Numri i regjistrimeve në Universitetin e Shkodrës deri në këtë fazë ka arritur në 871, ndërsa shihet përfundimtare për këtë universitet do të bëhen të ditur nga fundi i muajit tetor, kur mbyllet i gjithë procesi.